që do me thonë veturën e një të mërgatës që po thuni ju, nuk e ka vozit aj personi vetë, po e ka vozit shumë raste një, ekstrem shumë që e ka marrë kjerën, do me thonë, dikush tjetër i familjes dhe ka vozit prej Kosovë. Unë pajtohem, ka plot mërgatës që nuk i njekin rregullat qysho, se në Zvicër për shembull, ti del jashtë ligjit, ta merr patent shoferin, ta djeg gjepin mirë, edhe ti toni 2 herë me ndonë, a me bo atë gabim ajo. Në Kosovë unë nuk jetoj, nuk e di, nuk muj me ju thonë diçka shumë për komunikacionin e Kosovës, muj ma shumë për këtu për shkak që e kom edhe profesion, po unë mendoj se kur tosh komunikacion shumë i dendur, do të me pas edhe tolerancë. Pak, këtu është një shprehje, në komunikacion nuk guxoj me mësu, po me toleru. Se vjen, me një fjallë po thëmë, shkosh që vjen shumë shpejt e taksirati. Atëherë dikush qoftë se nuk sillet mirë, toleroj edhe qyre rrugën tonë dhe vazhdo. Të na kom hasën shumë raste që me një herë dyqysh bon agresiv, kapen, del pikerit e gjunë, ma qetë. Kosova nuk është qaq vendi madh për ata që jetojnë aty, edhe për neve që po vim, normal që bëhet po. Nuk jemi keq, mos e këshoni shumë negativ se unë tash isha para një javë në Kosovë, unë jam befasu pozitiv, jam befasu për të mirë me komunikacionin në Kosovë. Perfekt s'ka kurkun, perfekt s'ka as këtu, po e kisha dhënë një apel atyne që ju jepin patent shofer, shtrëngonje pak, jo ashtu thjesht, se në qoftë se unë argnetës, unë një dhoni patent shofer, atëherë i bëj keq. Unë nuk i bëj një të mirë, i bëj keq o të jepi me të njoftë shumë. Transparenca të testimet e kandidatëve do të më konë 100%, do të më konë maksimum.